Demokratët pengojnë financimin e qeverisë amerikane me problemin e përkujdesit shëndetësor. Udhëheqësi i demokratëve në dhomën e përfaqësuesve Hakeem Jeffries tha se çdo marrëveshje për të siguruar mbështetjen e demokratëve për financimin e qeverisë duhet përfshijë një marrëveshje të hekurt për mbrojtjen e subvencioneve për kujdesin shëndetësor. Duke folur në Capitol, Jeffries, një demokrat nga New Yorku, deklaroi se aktualisht nuk ka besim mes demokratëve dhe republikanëve në Kongres se ai nuk do pranonte një zotim që subvencionet për planet e aktit kujdesit shëndetësor të merren në shqyrtim më vonë gjatë vitit. Çdo marrëveshje që lidhet me mbrojtjen e kujdesit shëndetësor të popullit amerikan duhet të jetë e hekurt dhe e përfshirë në legjislacion, tha ai. Jeffries përsëriti thirrjen që presidenti Donald Trump dhe drejtuesit republikan të Kongresit të ulen në tryezën e bisedimeve. Ai nuk tha se kishte folur me kryetarin e dhomës përfaqësuese Mike Johnson që nga java e kaluar. Kongresi përballet me mbylljen e qeverisë nëse nuk arrihet një marrëveshje financimi deri në fund të muajit.